Sot protestën atyre që e nisën ua kanë vjedhur. Se kush ua ka vjedhur, ju e dini, edhe unë e di, edhe gjithë shqiptarët e din. Sa i përket një kërkese për mocion me debat, e kam thënë dhe duhet ta rishpreh, as nuk e pranoj dhe as nuk e njoh Partinë e Saliut interlokutor mes nesh dhe protestuesve. Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe element që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet. Një njeri që nuk di të respektoj ata që e kanë zgjedhur dhe duhet ju them, personin fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste të Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti, dhe kur të votohet drejt për drejti, ka drejt dhe të përdori